Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilat janë përfshirë në negociata të drejtë për drejta për të dhënë fund luftës në Europën lindore, kanë publikuar një dokument me 33 faqe sa i përket sigurisë kombëtare dhe strategjisë së tyre të mbrojtjes në arenën ndërkombëtare. Në këtë dokument publikuar nga Shtëpia e Bardhë vjen re disa elementë cilët janë të rëndësishëm. Amerika thotë se prioriteti i tyre për strategjinë e tyre të sigurisë kombëtare mbetet hemisfera perëndimore duke kërkuar të shtojnë dominimin në vendet e Amerikës Latine. Megjithatë, administrata e Donald Trump përshkruan si prioritet të saj kryesor në nivel global edhe luftën në Ukrainë. Ai e përshkruan fundin e luftës si një interes thelbësor, por dokumenti shpreh kritika ndaj vendeve europiane. Në një pasazh të tij thuhet se lufta në Ukrainë ka pasur efektin e kundërt të rritjes së varësisë jashtme të Europës, veçanërisht të Gjermanisë. Administrata Trump e gjen veten në kundërshtim me zyrtarët europian që kanë pritje jo realiste për luftën të vendosura në qeveritë paqëndrueshme minoritare, shumica prej të cilave shkelin parime themelore të demokracisë për të shtypur opozitën. Një shumicë e madhe europiane dëshiron paqe, megjithatë kjo nuk përkthehet në politikë në një masë të madhe për shkak të përmbysjes proceseve demokratike nga këto qeveri. Më tej shtohet se ndikimi i rritjes së partive patriotike europiane është një shkak për optimizëm të madh sipas Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu thuhet se qëllimi i Amerikës është që të ndihmojë Europën të korrigjojë trajektoren e saj aktuale në mënyrë të theksuar. Strategjia thotë se Shtetet e Bashkuara janë të lidhura kryesisht me Europën dhe Britaninë e Madhe.